Prizrenit edhe në këto ditë që keni zhvilluar këto takime? Ka shumë shqetësime dhe mbi shqetësimet e tyre unë kam ngritur një plan edhe program timin. Ka miliona shqetësime cilat I kemi diskutu së pari me nëna. Është problemi që nënat të cilat kanë fëmijë me të folur të më vonshme ose me autizëm, kështu me radhë nuk kanë asnjë mbështetje komunale. Unë e di se komuna kur ka mundësi do duhet të bënte diçka më shumë. Lokopedët do t'i ofroj falas si kryetare e komunës, për shkak se më herët nuk është bërë nuk është shiku kjo fushë ose nuk është prek fare sepse prioritetet kanë qenë ndryshe. Unë si grua edhe si nanë, prioritetet tona kanë me I vendos në fusha tjera. Pra, kjo pjesë është shumë e prekur nga qytetarët, është problemi I parkingjeve cilat kandidat tjerë sa herë kanë premtu, asnjëherë nuk e kanë realizu. Sot nëse shkon në Shatërvan, për një kafe duhesh me pagu parking 3 ose 6 euro, ndërkohë që parkingun është dasht me ndërtu mati komuna e Prizrenit, sepse ka pasur mundësi edhe ka pasur buxhet për ndërtim të parkingit. Kur përmani këtë pjesë, para se të kalojmë, ju lutem zonja Balaj, tek aspektet e tjera, si planifikon atëherë ta rregulloni këtë problemin me parkingje në komunën? Po, do ta rregullojmë, po veç ti ceki edhe disa shqetësime të cilat edhe qytetarët I kanë ngritur. Është pjesa e teleferikut që shumë biznese në Prizren më janë ankuar për shkak se nuk ka vizitor aq sa ndoshta një teleferik I kish tërheq vizitorët për me vizitu Prizrenin. Do të kryhet edhe kjo. Unë e di arsyetimit që po I jep kryetari deri më tani, po unë jam e sigurt që po t'isha unë në këtë mandat, do me thonë kryetari do t'a zgjidhja këtë problem për një muj. Ajo që është shumë kryesore që është dasht me u zgjidh deri tash është problemi kryesor uji. Asnjë investim nuk është bën në ujë. Në rrjetin e ujësjellësit janë investu, imagjinoni, vetëm rreth 200.000 euro, ndërkohë që prioritete ka pas prioritete të gabunen nga komuna, nga kryetari I komunës. Tash këto prioritete ne duhet t'i ndryshojmë dhe ka edhe tjera, pastaj ka shumë familje nevojë cilët gjithmonë e shohin edhe komunën si një aspekt që mund t'i gjendet. Është transporti publik që nuk është I rregulluar, që ka shumë mangësi, janë bibliotekat e për shkolla është mësimi gjithditor, janë qerdhet, imagjinoni, qerdhet janë tepër të rëndësishme në Prizren. Se kur po flasim për qerdhe publike, ndonjëherë edhe po I harrojmë qerdhet private, po I harrojmë krejt kontributin e krejt edukatorëve që I japin edhe në qerdhe private. Leqen në qerdhe publike, imagjinoni Prizreni I ka vetëm 2 qerdhe publike dhe asnjë tjetër funksionale, por qerdhet private kur asnjëherë nuk e kanë ndjer dorën e kryetarit edhe të komunës. Ne do t'i mbështesim qerdhet private me trajnime shtesë për edukatorët edhe në fushat të tjera, por do të zgjerojmë edhe qerdhet publike në për lagje. Imagjinoni, pensionistët nuk kanë asnjë qendër ditore ku mund të kalojnë të bëjnë aktivitete të tyre. Gratë, bizneset gratë nuk kanë... Çfarë planifikoni atëherë për pensionistët në rast se merrni mandatin? Do të ketë qendra ditore për pensionistët edhe nuk do të jetë vetëm një qendër për shkak se qyteti I Prizrenit tashmë po zgjerohet. Dhe do të ketë 2 ose 3 qendra, do të fillojmë në 2 vitet e para me 2 deri në 3 qendra, e pastaj të zgjerohemi edhe më shumë. Qendra rinore, kemi vetëm një qendër rinore dhe aty ka shumë probleme se cila organizat, cila shoqat ta marrë kështu. Do të kemi fokus të veçantë edhe te kjo pjesë. Ajo që e kumë panë për familje dhe që kanë kërku, do me thonë prindërit për nxënësat e tyne, është një transport I cilin komuna duhet ta bashkëfinancoj, bashkë me prindërit. 50% të nxënësave të shkollave të mesme do të financohen. Kjo jo veç pse ne do ta financojmë për 50% e po e bojmë namin, por na e rregullojna një mundësi që fëmijët e asaj moshe me u kthy me kohë në shtëpi, sepse ka shumë prind që kanë ngrit
kanë ngrit tema të cilat janë vërtet në për shkollat tona, është shumë e tërpshme të thuhet, po nuk ka kontroll sa duhet. Unë e di që nuk duhet shkollat të kontrollohen me polici, por duhet të ketë një kontroll më të shtune për shkak të përdorimit të lëndëve narkotike. Imagjinoni ka shkolla që kur hyn në bar shë më shumë cigare në për tokë se sa diçka tjetër. Ne duhet ta kemi fokusin kryesor tek këto shkolla, sepse është shqetësim i secilit prind në Prizren, ndërkohë fokusi ynë tek prioritetet e kryetarëve të tjerë do të jetë shumë më i madh. Zonja Balaj, di që paka shumë prioritetet kryesore do jenë edhe në fushën e shëndetësisë dhe të arsimit, sipas asaj që thatë. Ne jemi më së keqi në arsim dhe në shëndetësi. Për shëndetësi, po flasë, shikoni, në shëndetësi kemi sigurisht se politikat shëndetësore i udhëheq Ministria e Shëndetësisë, por ne duhet të kemi kujdes me ato që i kemi me QKMF tona, QMF tona, me AMF tona, duhet të kemi kujdes edhe duhet t'i japim primatin dhe duhet të shtojmë edhe kontrollin e politikave, po t'i japim edhe mbështetje financiare. Unë si nanë dhe shumë nana të tjera jemi shumë të shqetësune për rezultatin e analizave të cilat e marim. Ne duhet dhe do të mbështesim laboratorin në QKMF, madje do të mundohemi në QMF tona të vendosim laborator të paktën për analiza bazë. Ky rezultat neve na intereson të dalë shumë i saktë. Do më thonë, ne du të investojmë jashtëzakonisht shumë, aq sa kërkohet që rezultati i analizave të deli saktë, sepse çdo nanë është e detyruar shpesh ti përsëris analizat fëmijës vet deri në 3 herë për të ardhur deri tek një rezultat i saktë. Asnjë mjek nuk mund të jap një terapi në bazë të një rezultati të gabuar. Prandaj do të japim shumë rëndësi të veçantë në shëndetësi kësaj pjese. Na Balaj, dua të ndalem tek pjesa e parkingjeve, që përmendët